Qabeja është shtëpia e parë ndërtuar për adhurimin e Allahut mëdhëruar në tokë. Atë ndërtoi Ibrahimi a.s. në një periudhë të vështirë të historisë e njerëzimit, atëherë kur shirku dhe idhujtaria kishte mbuluar tokën dhe ai për t'i dalluar besimtarët me besim të pastër, ndërtoi këtë vend që edhe t'i bashkonte ata, por edhe të kultivonte ndërta adetet e këtij besimi. Siç edhe ndërtoi atë në një vend ku është fillesa e historisë e njerëzimit në tokë, sepse aty ka zbritur Ademi a.s. dhe gjithashtu në këtë vend është marrë edhe besa për besimin e drejtë. Në atë vend është marrë besa për ta njohur Allahun e madhëruar, për Zotin e botëve dhe gjithashtu për ta adhuruar atë dhe mos i bërë atij shok. Të gjitha këto karakteristika bëjnë që ky vend të jetë edhe vend për forcimin e besimit, të jetë edhe vend për pastrimin e njerëzve nga gjunahet dhe pasojat e tyre. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Tabi'u baina al-hajj wal-umra." Pasojeni, thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, haxhin me haxh dhe umrën me umre, sepse haxhi dhe umreja janë adhurime që kanë bëjnë me vizitën e Qabes. Fa inna mutaba'atan bainahuma tanfi al-dhunuba wal-faqra kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, pasimi i haxhit me haxh dhe i umrës me umre bën që ta pastrojë njeriu nga gjunahet dhe gjithashtu ta pastrojë atë ose t'ia largojë atij varfrin, siç pastron hekuri ose farka ndryshkun e hekurit të formuar me kalimin e kohës. Kështu vajtja në këtë vend, pra duke qenë se na kujton besimin e drejtë, na kujton besën e dhënë, atëherë forcon besimin tonë dhe na lidh më shumë këtë besim. Dhe kjo pastaj shkakton ose bëhet shkak që njerëzit pastrohen nga gjunahet e tyre, sepse disa gjunahe kanë nevojë që të shkosh tek origjina e besimit, që të pastrohesh dhe të largohesh prej tyre, që siç futet edhe hekuri, pra si hekuri kur futet në zjarr për t'i larguar pra ndryshkun, dhe gjithashtu pastaj Allahu madhëruar me pastrimin e robit nga gjunahet lehtëson atij ose i hap atij edhe mundësitë e begatisë, sepse vështirësitë e jetesës dhe varfëria janë dëshkim i gjunaheve tona. Kështu vajtja në këtë vend është me shumë rëndësi dhe nuk ka qenë ndonjëherë më lehtë se sa këtë kohë, prandaj le ta shfrytëzojnë njerëzit këtë mundësi që ka dhënë Allahu madhëruar për të shkuar në këtë vend dhe për të pastruar nga gjunahet e tyre dhe nga pasojat e atyre gjunaheve.